Me të thotë vërtetën, prej zgjedhjeve të para, I moj men shumë mirë gjithë lidert edhe nështë për të gjithë mëj me lo vlerësim, o vlerësimin mëj me lo personal, ose di sa qëllaj. Punën më të mallën, që ja kësha unë notën 10-shë, është qeveria Hashim Thashit. Edhe kom qenë kundërshtari ti në politik. Kom qenë kundërshtari ti politik një kohë, kom qenë në aleancë, kom qenë për Krasi Ramushit që du shtë shpirt në ishte duat njeri, se është njeri patriot, po notën 10-shë nuk merita kush pas Hashimit. Po me të thotë vërtetën, kur e morë qeverin Kurti, edhe bo kryeministër, me 1% bukur të madhe. Bindu që unë seriozisht votu se kam. Edhe dash zoti sheqër që se kom votu. Am kam metë, mara, kom thotë qërë se votu, ose nështë ta bën ndryshime diçka. Po tash me kalimin e kohës, qysh për shumë se qka është ka bën, qka është ka punon, është largë, së është heq kërkon. Nuk po shumë kur farë projekti, kur farë absolut nuk po shumë kur gjë. Ja, I mundet me bo bisedime, mundet me nëshkru qka të donë, ndash zajednica që pjethojnë, po mu bëllë, po vjekesh më shprej zajednicë, se është në gjohën e huj, po si do qoftë, a I mundet me pranu qka donë. Po ne si popull, nështë me dhune, me këtë, kena pas dhune në përpara, po si pranojnë në këtë sanes, le të harrojnë se nuk mundet me bo këtë zajednica e asocione, nuk mundet me bo se na, për që ata kena luftua, kemi dhe gjak për me qenë bashkume edhe tash nuk e di mendimin e tyne, po dohet pak të me informu popullatën. Këta nuk e informojnë. Besa që ti një që të tash veti krejt, tash pi që ty në fshat, shko deri në Prishtinë, nalu rrugës, di dikush me të thonë diçka tjetër çka, veç e din që po bisedojnë, po shkojnë edhe kur gjë tjetër. Ti pethu 51% shumicën pej trive, une një njerëz, një familjar dëshmorëve, një pjesëtar të QK-s, pjesëtar të policisë, një shumë, të më shumë, që e kanë votue, qeverisjen e Albin Kurtit. Pse e kanë votue, bashkë këmë bëhe bised me ta, më ka jemi të shgënjim, se kena mendoftë që po bëhet ndryshim, edhe për ata kena votu për me ndryshu. Nuk është pjesa e madhe dhe rinisë. Thirrën këta në këtë metodë, se pjesa e rinisë, besa shumica dhe nuk dalin me votu, se ata kanë mendime tjera. Premtimet e kryeministrit Tahiri thotë se nuk I ka plotësuar dhe si pasojë e kësaj ka ikje masive të terrenjve.